السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا الأذان نداء يرفع في الأرجاء للكل والإخوان، فكان نداء للتوحيد ودعوة للصلاة وعبادة الله الواحد الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في كل الأزمان، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falenderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë ja dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu që na ka mundësuar që përsëri të ritakohemi në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut Gjelle Gjelaluhu, ku shpresoj që gjatë ditave të shkëputjes dhe të mungesës keni kaluar dita të mira dhe të këndshme me hoxhën I cili ka qenë prezent, lutë Allahun Gjelle Gjelaluhu që ta shpërblen ata dhe juve së bashku me të cilët jeni munduar që të kaloni disa kohra në shfrytëzimin e jetës, duke u munduar që të shfrytëzohet ashtu si Allahu Gjelle Gjelaluhu dëshiron nga gjithë ne. Një ashtu o vëllezër, padyshim se është mirësia Allahu Gjelle Gjelaluhu, që Allahu Dhul Gjelal të ta zgjat jetën e të ta mundëson që sa më shumë të dish dhe të kuptojsh për fenë e Allahu Gjelle Gjelaluhu, ashtu që të mundohesh të I realizojsh mësimet dhe kuptimet të cilët I nxjerr nga shpjegimet dhe argumentet e fjalëve të Allahut dhe të dërguarit të Tij. Na ka ngelur të shpjegojmë pak nga ajo tema e cili është e hapur për ne, që jemi në njohje sipër duke folur rreth njohurisë së dispozitave dhe vlerave, virtyteve të thirrjes hyjnore, më të çmuar dhe më të njohur te muslimanët, e ajo është thirrja e ezanit dhe ikametit, ku kemi folur gjon e gatë rreth kësaj teme, ku me të vërtetë është e detyrshme që na si musliman të I dim disa rregulla në këtë çështje që na mos të hasim në gabime dhe mos të hasim pastaj përsëri që neve të na nevojitet sa herë që të kyçemi në këtë thirrje hyjnore dhe sa herë që të hasim në thirrjen ke ajo e ikametit apo të ezanit. Dhe se padyshim disa nga meselet dhe njohuritë që na kanë ngelur për të ditur janë dhe pak për të përfunduar këtë kapitull, e është një ndër meselet me të cilën është rrehur dhe është shpjeguar në librat e fiqhut edhe në kapitujt e dietarëve të cilët kanë shpjeguar rreth çështjes së thirrjes së ezanit, rreth detyrimeve, kushteve, obligimeve dhe ato rekomandimet se si duhet të jetë forma e thirrjes së muezinit, të cilën e thirr ezanin dhe ikametin, e padyshim se na në derset të cilët kaluan I cekëm disa nga format, edhe se si duhet të jetë gjendja
e thirrësit të ezanit dhe të muezinit, mirë po ngel një gjendje me të cilën në to është diskutuar edhe është çështje polemike në mes dietarëve me të cilën kanë folur për një mesele e cila ka të bëje me kthimin e kokës së muezinit kur ai ta thirr ezanin në të djathtë dhe në të majt. Në këtë kapitull apo në këtë temë, vëllezër, padyshim se është një ndër etikat e përcaktuara që ka të bëje me ezanin dhe ikametin, që rekomandohet nga dietarët të kthehet koka në të djathtë dhe në të majt kur të thirret ezani, e në momentin kur të arrinte fjala hayya ala salah dhe hayya ala al falah. Ndoshta kemi hasur që ta shikoni ndonjë muezin i cili kur e thret ezanin, ai ta kthen kokën e tij në të djathtë edhe ta kthen kokën e tij në të majt. A thua pse kjo gjendje dhe pse kjo pamje të jetë e muezinit, çka ka në këtë kapitull, çfarë mendimesh të dietarëve sellim, cili është rekomandimi, çfarë dispozite ka kjo çështje dhe kjo gjendje? Padyshim se në to polemizuan dietarët dhe shkuan në mendime të ndryshme. Ajo e cila u rekomanduan nga dietarët e mëdhëbit të vëllezër, në të cilën qëndron dhe doktrina e mëdhëbeve të njohura, e cila është Hanefi, Shafi'i dhe Hanbali, ato shkuan në rekomandimin se është sunet që të kthehet koka në të djathtë dhe në të majt në momentin kur të thirret ezani, kur të arrinte fjala hayya ala salah, hayya ala al falah. Të kthehet në të djathtë edhe të kthehet në të majt. Një ashtu dhe është fjala e një shumicës e dietarëve të vjetër si Ibrahim an-Nakhai, Sufjan al-Thauri, Abu Thawr al-Auza'i, rahimullah, kështu me radhë, prej shumicës e dietarëve të cilët e ndjekën këtë mendim që thanë se është mustahab dhe pëlqehet, pra një nga sunetet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që të veprohet ky mustahab edhe ky rekomandim, ky pëlqim, edhe preferohet që kur të arrin muezini në thirrjen e ezanit të fjala hayya ala salah dhe hayya ala al falah, ta kthen kokën e tij në të djathtë edhe ta kthen kokën e tij në të majt. Mirë po, shpjeguan pra pak më në detaje në çështjen e qëndrueshmërisë së muezinit kur ai ta thërret ezanin e tij, duke qëndruar me gjoksin e tij kthyer ka kiblja. Në folëm për kthimin dhe qëndrimin e muezinit që të qëndron nga kibla, ai duhet që të jetë i kthyer nga kibla, edhe mos ta livrit tha gjoksin e tij dhe këmbët e tij nga kibla. Edhe pse ndoshta e shikojmë që dëshiron ndonjë muezin ta praktikon këtë sunet apo këtë veprim edhe këtë etikë sheriatike në çështjen e ezanit, por nëse livrit komplet trupin në të djathtë dhe komplet trupin në të majt, kjo nuk është e preferuar nga dietarët për arsye se thanë, sikur që Ceku Imam Nevawi rahimullah tha, kanë thonë pronarët ton të mezhebit ton, që duhet të qëndron duke i qëndruar nga kibla, i kthyer nga kibla, dhe mos ta livrit në thirrjen e ezanit kur të arrinte hayya ala salah dhe hayya ala falah, tha përveç se kokën edhe qafën e tij. Mos ta livrit përveç se kokën edhe qafën e tij, duke qëndruar me gjoksin e tij nga kibla edhe me këmbët e tij nga kibla. Një ashtu tha dhe Ibn Rajepi rahimullah, sunnet të shumica e dietarëve tha është që muezini të qëndron i kthyer nga kibla kur ai ta thërret ezanin e tij. Dhe një ashtu tha për ta kthyer kokën e tij në të djathtë dhe në të majt kur të arrinte fjala hayya ala salah, hayya ala al falah, mirë po me kthimin e kokës së tij dhe të qafës së tij në të djathtë edhe në të majt, pa e kthyer gjoksin e tij dhe pa i livritur këmbët e tij. Kjo është forma më adekuate e cila
dietarët shpjeguan në këtë cilësi, duke cilësuar se si qëndron kthimi i kokës së një muezinit në thirrjen e ezanit të tij kur ai dëshiron që ta praktikon këtë mustahab apo këtë sunnet në thirrjen e ezanit të tij. Dhe një ashtu o vëllezër, ky xhumhuri, kjo shumica u argumentuan pra me argumentin të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Gjuhejfe, i cili tha se një herit kur qëndëroja duke marr abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha dhe Bilali radiallahu anhu filloi ta thirrë ezanin, tha feja'altu atattabi'u fahu ha huna wa ha huna yaminan wa shimalan. Tha fillova që ta përcjellsh në gojën e tij, tha ai kur arriti në ezanin në thirrjen e fjalës hayya ala salah hayya ala falah, tha duke e sjellur gojën e tij në të djathtë dhe duke e sjellur gojën e tij në të majt, në momentin kur ai e thirrte ezanin Bilali. Një ashtu dhe shkurt dhe Imam Buhariu e ceku këto, te Imam Nesaiu tha, doli Bilali që ta thirrë ezanin, edhe unë e ndjek në atë gojën e tij që ai kur e thirrte ezanin, tha e lakonte kokën e tij me qafën e tij te fjala hayya ala salah dhe hayya ala falah, duke e lakuar pra në të djathtë dhe në të majt. E kjo vëllezër si argument pra te shumica e dietarëve, që cekëm nga mëdhebi Hanefi, Shafi'i dhe Hanbali, edhe dietarët e vjetër si Ibrahim an-Nakhai, Sufjan al-Thauri, Abu Thawr, al-Auza'i kështu me radhë, pra qëndron me këtë argument. Kurse njëri nga mëdhebet e njohur pra është mëdhebi Maliki, i cili shkoi në atë mendim se nuk preferohet që të kthehet koka në thirrjen e ezanit, kur të thirret ezani, nuk preferohet tha që të kthehet koka në të djathtë dhe në të majt. Përveç se lejohet, tha nëse është kërkesa që mos të arrin zëri nëse ka njerëz dhe nuk arrin shumë njerëz në thirrjen e ezanit, ka e në xhami po në ndonjë vend të lartë, në ndonjë rrafshnalt, në ndonjë vend, tha nëse ai e thirr ezanin, nëse duhet që të arrin zëri, atëherë tha lejohet që ta kthen kokën të ndjathtë dhe në të majt. Pra e ceku si një shkak i kthimit të kokës së muezinit që është përdorur për të arritur zëri të ata njerëzit të cilët pra nuk e ndëgjojnë zërin e muezinit, ashtu që të arrit thirrja dhe zëri i tij, që ai të e përçon zërin e tij të thirrjes së ezanit edhe të njerëzit të cilët nuk e ndëgjojnë. Dhe normal që si argumente përdorën të mëdhebi Maliki o vëllezër, tha gjendja e banorëve të Medinës, të cilët ishin, tha banorët e Medinës ishin atë gjendje që nuk e gjetën muezinin që të kthen në të djathtë dhe në të majt gjatë thirrjes së ezanit. Ngel që të dimë dhe të kuptojmë një ashtu se si qëndron çështja në thirrjen e ikametit. A thua duhet njëjtë dhe në ikamet që muezini të kthen kokën e tij në të djathtë dhe në të majt, apo si qëndron çështja? A ndryshuan mendimet e dietarëve në kthimin e kokës së muezinit gjatë thirrjes së ikametit apo nuk ndryshuan? Padyshim se edhe në to ndryshuan mendimet e dietarëve. Dhe në këto dietarët u ndanë në tre mendime. Mendimi i parë vëllezër shkuan në atë se pëlqehet që të kthehet koka në ikamet ashtu sikur që kthehet koka në të djathtë dhe të majt e muezinit, pra duke qenë ai gjatë thirrjes së ezanit. Dhe në këtë mendim shkuan nga mezhebi Hanefi, ajo që është më e saktë nga mezhebi Shafi'i, edhe një fjalë nga mezhebi Hanbali. Mirë po, këto thanë se sikur që është thirrja e ezanit i qëndron dhe ikametit. Nëse kthimi kthehet në ezan, tha ashtu sikur që veprohet në ezan, veprohet dhe në ikamet, se llogaritet dhe ikameti njëra nga thirrjet e ezanit e njëjta. Mendimi i dytë o vëllezër shkuan në atë se
ndryshon çështja e ikametit me të ezanit. Edhe se kthimi i kokës së muezinit tha është e veçantë për të ezani e jo për të ikameti. Dhe padyshim në këto shkuan një pjesë apo disa nga mezhebi Hanefi që në to qëndron kjo çështje vetëm në ezan e jo në ikamet. Edhe një fjalë nga Shafi'it edhe nga Hanbelit. Por kjo çështje të mezhebi Hanefi, një fjalë nga Shafi'it edhe Hanbelit, thëngel nga ato se është çështja vetëm për në ezan e jo në ikamet. Dhe mendimi tjetër i tretë në të cilën shkuan dietarët, thanë se nëse lypet nevoja në xhami dhe është xhamia e gjonë dhe xhamat ka shumë që nuk arrin zëri, tha atëherë mundet që ta kthen kokën muezini dhe në ikamet në të djathtë dhe në të majt për të arritur zëri. Dhe në këto shkuan mezhebit Hanefi apo disa nga mezhebi Hanefi edhe një fjalë nga mezhebi Shafi'i. Çështja është vëllezër se si qëndron kjo çështje tash në kohën ku janë mikrofonat dhe janë ngritjet e zërit dhe përcjellet e zërit dhe rritjet e zërit nëpërmjet mjeteve, të cilët e rrisin zërin e njeriut edhe e përçojnë larg duke ngritur atë. Pra një pjesë e dietarëve shkuan një grup e tyre në ato se përderisa është çështja e arritjes së zërit, duke e llogaritur si një shkak i arritjes së zërit, kthimit të kokës së muezinit në të djathtë dhe në të majt, në kohën kur ai thret hayya ala salat dhe hayya ala falah, nëse është ngritja e zërit të tij me mikrofonat e tashëm, atëherë nuk preferohet që të kthehet koka për arsye se shkaku i arritjes së zërit arrin të njerëzit. Pra, qëndron ashtu sikur që duhet dhe kemi cekur i kthyer nga kibla në momentin kur ai e thret ezanin, pra në çështjet që ai zëri i tij arrit të njerëzit kur ai e thret me mikrofon. Pra janë disa nga meselet e shkurta dhe njohurit të cilët neve në nevojiten spaku të dim dhe për këtë çështje, që nëse nesër pyetesh dhe shikon, e din se në to ka argument, e din se në to dietarët kanë cekur disa nga mendimet. Pra këto janë ato njohurit e shkurta që shpresojmë që neve të na bëjnë dobi. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.